Shumë faleminderit. Faleminderit gjithë drejtuesve politik për prezantimet. Dhe dua ta ndaj këtë fjalë time në dy pjesë. Njërën të parën që lidhet me çështje që janë drejt për drejt me interes për publikun, dhe pastaj në pjesën e dytë disa reflektime lidhur me çka u tha këtu më parë. Dhe dua ta filloj me një fakt që shqetëson që të gjithë, shqetëson që të gjithë jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë Europën pa diskutim, po edhe më gjërë se kaq, sepse tani më siç kemi mësuar nga krizat që ndodhin larg nesh, jetojmë në një botë aq shumë të lidhur në zinxhirin e vet ekonomik, saqë çdo krizë sa do larg nesh, projektohet edhe tek ne. Dhe kam fjalën për atë që po shfaqet ditët e fundit si një impakt i drejt për drejt i luftës që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli i kanë hapur regjimit kriminal të Teheranit, një impakt në të gjitha pompat e furnizimit me naftë dhe me benzinë. Çmimi i naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet që të rritet edhe më tutje. Për këtë arsye ne kemi vendosur në lëvizje bordin e transparencës, çka e kemi përdorur, siç mund ta mbani mend, edhe më parë, dhe po ashtu kemi marrë edhe një vendim që për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Deri tani nuk shikojmë impakt në të tjera çmime, por fatmirësisht jemi në kushtet kur kemi një borxh dhe një deficit jo vetëm nën kontroll, por edhe goxha të ulët, që na mundson pikërisht që në momente të tilla të kemi edhe një hapësirë në dispozicion për të mos lënë vetëm askënd, duke pasur parasysh në radhë parë ata që janë më në nevojë. Dhe në ndërkohë, për të adresuar edhe një herë çdo diskutim legjitim edhe çdo propozim që vjen nga rrugë të ndryshme në Mexhelisin publik, ne këtu në këtë fazë që nuk e di askush sa do zgjas, në radhë të parë kemi në vëmendje pensionistët dhe nuk do të bëjmë asgjë që nuk do të shkojë për të siguruar ata për spaj. Këtu do ta dinë që të gjithë, sepse në fund të ditës, nëse çmimet impaktohen, pensionistët janë ata që e vuajnë më shumë se sa të tjerët impaktin mbi çmimet. Nga ana tjetër, kemi deklaruar më parë dhe tani jemi në një fazë
të avancuar të formësimit të një entiteti shtetëror i cili do të ndërhyjë në tregun e naftës, një entitet shtetëror që do të krijohet së shpejti, është duke u punuar për këtë dhe që do të marrë përsipër një veprimtari që do të shkojë nga garantimi i rezervës shtetërore tek monitorimi i vazhdueshëm i tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi i furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Në ndërkohë që jemi në fund të një procesi që do të materializohet, besojmë, në muajt, 1 apo 2 muajt në vijim, për të futur 2 komponentë të ri në monitorimin e tregut naftës, që do të sjellin, jemi të bindur, rezultate të shpejta edhe në aspektin e evazionit dhe të kontrabandës së naftës, e cila vazhdon të jetë prezente në sektor. Njëri është produkti i kompanisë publike Alp Trace për një ngjyrim të një niveli krejt tjetër të naftës, dhe tjetri është një tjetër produkt i kompanisë Alp Trace për ndjekjen në kohë reale të gjithë qarkullimit të naftës tranzit. Këto janë 2 pika ku kemi dobësi në përballjen me fenomenet që thash më parë. Jemi besimplot që plani i ri që ka këto komponent që prezantova në mënyrë shumë të përgjithshme, do të na jap në fund të këtij viti një pasqyrë kuptim plot të rritjes së të ardhurave për pensionistët, për pagat, për investimet dhe patjetër edhe të një balancimi të çmimit, gjithmonë duke pasur parasysh çmimin jashtë kornizës së krizës, sepse në kornizën e krizës askush, asnjë vend nuk e ka të mundur që ta bëjë të padukshme krizën në pompën e naftës. Jemi këtu për të nisur një proces i cili është një proces i kombinuar i komunikimit intensiv të Partisë Socialiste në të gjithë territorin, së bashku me riorganizimin tërësor të Partisë Socialiste, si domosdoshmëri për vetë procesin zgjedhor në organizatat socialiste në funksion të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Siç kemi bërë në të shkuarën, edhe sot ne hymë në fazën tjetër të punës sonë për zgjedhjet e ardhshme, të cilat duke u nisur edhe nga analizat e bëra, duke u nisur edhe nga forcat që do të kemi kapacitetin të disponojmë në terren, kemi të gjitha arsyet të besojmë se do të jenë me një rezultat edhe më të mirë sa zgjedhjet e shkuara. Dhe në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që procesi të jetë një proces i hapur, të jetë një proces me njerëzit, përtej guackës së organizatave të Partisë Socialiste, ku pa diskutim do të hymë për të bërë të gjitha gjërat e nevojshme që organizatat të dalin të energjizuara nga procesi i brendshëm zgjedhor, dhe me njerëzit dhe për njerëzit do të thotë edhe
një përballje në të gjithë territorin me të gjitha të vërtetat tona për punët për Shqipërinë. Është shumë e rëndësishme që të adresojmë tema të cilat marrin rëndom drejtime të paditura nëse lihen në rrjedhën e lirë të furnizimit dhe të vëlimit të 700 tenxhereve politike dhe mediatike. Duke filluar nga tema e drejtësisë, e cila është një temë ku askush dhe për asnjë arsye nuk mund dot të na vërë në diskutim leadershipin si forcë politike, vullnetin si shumicë qeverisëse dhe vendosmërinë si trup udhëheqëse e Shqipërisë në raport me gjithçka që ka ardhur pas kalimit të reformës në drejtësi dhe gjithçka që presim të vijë më tej. Ne kemi bërë atë që nuk e ka bërë askush, dhe jo vetëm nuk e ka bërë askush, por nuk e ka marrë guximin ta parafytyroj askush përpara se sa ne të merrnim mandatin e parë. Kemi hapur një shteg historik për drejtësinë dhe e kemi hapur duke u tërhequr plotësisht nga territori i pushtetit gjyqësor. Sot askush nuk mund të tregojë me fakte, se me fjalë, me spekulime, me qëllime të liga, gjithkush mund ta thotë. Por me fakte askush nuk mund të tregojë se ku lidhet dhe si lidhet pushteti politik dhe pushteti ekzekutiv së bashku me legislativin si shprehje e pushtetit politik me të gjithë proceset e brendshme në sistemin e drejtësisë që kanë të bëjnë me promovimet, që kanë të bëjnë me emërimet, që kanë të bëjnë me inspektimet, që kanë të bëjnë me shkarkimet. Ky është fakt. Ne nuk kemi asnjë pushtet me kapacitetin për të ndërhyrë në këtë zinxhir. Dhe nëse nuk ke kapacitet të ndërhysh në këtë zinxhir, siç ka ndodhur në të gjithë historinë përpara se sa ne të merrem përsipër këtë qasje rrënjësisht të re, atëherë nuk ke se si të kesh, e lërë pastaj të akuzohesh për kontroll mbi pushtetin gjyqësor. Faktikisht, sot mund të thuhet gjithçka dhe thuhet gjithçka për çdo gjë, normal, por askush nuk mund të jap fakte për mungesën e pavarësisë së drejtësisë. Drejtësia sot është e pavarur dhe kjo është pak, patjetër që është pak, se një drejtësi e pavarur nuk është e mjaftueshme për të garantuar një demokraci funksionale dhe një shtet të së drejtës, pasi drejtësia duhet të jetë e pavarur, duhet të jetë e paanshme, duhet të jetë dhe profesionale, dhe në këto të tjerat ka shumë për të bërë akoma, aq më tepër që drejtësia jon është pavarësuar në një shtrat të përgjakur dhe të ndyrë. Në shtratin e përgjakur dhe të ndyrë të drejtësisë që për 100 e kusur vite nuk ka qenë kurrë as e lirë, as e pavarur. E paanshme, jo.
Kështu që prandaj shumë çka që nuk shkon, më vjen keq ta them për ata që e kërkojnë nga ne, dhe më vjen mirë ta them për ata që na akuzojnë ne, nuk ka të bëj fare me ne. Sepse ne e kemi dorëzuar shpatën e pushtetit gjyqësor tek pushteti gjyqësor. Ne kemi qeverinë e vendit, por nuk kemi qeverinë e sistemit drejtësisë. Qeveria e sistemit drejtësisë është e mirë përcaktuar në gjithë arkitekturën e re të sistemit dhe përbëhet nga këshillat e gjyqësorit, këshillat e prokurorisë, inspektoriati i lartë i drejtësisë, inspektori, më saktë, dhe në këtë drejtim ne jemi këtu vetëm për të bërë durim të madh, durim strategjik në funksion të gjithë vizionit tonë për transformimin e drejtësisë. Nuk kemi pasur ndonjëherë, të paktën unë jo, por edhe të tjerë me të cilët i kam ndarë këto çështje lidhur me këtë temë qysh në kryet herës, iluzionin që gjithçka do të funksiononte sahat në një kohë kaq të shkurtër. As iluzionin që gjërat nuk do të shkonin siç normalisht duhet shkojnë, se s'kan si shkojnë ndryshe, kur ngrihen institucione të reja. Kështu që institucionet demokratike, ndryshe nga fëmijët, nuk rriten aq shpejt. Një fëmijë i duhen 20 vjet nga bebe, po le të themi 18 nga bebe për të bërë zgjedhës dhe për të qenë plotësisht përgjegjës para ligjit. Institucioneve i duhen shumë më tepër dhe shteteve i duhen shumë më tepër. Nëse reforma në drejtësi dhe pavarësimi i drejtësisë do të ishte bërë 35 vjet përpara, sot do ishim duke folur gjëra krejt tjera. Dhe sot ne, frymëzuesit, mbështetësit, udhëheqësit e reformës drejtësi, jo vetëm që flasim gjëra të tjera nga ato që mund të flisnim nëse reforma do ishte bërë 35 vite më parë, por jemi detyruar të dëgjojmë edhe shumë gjëra të cilat absolutisht nuk na takojnë. Megjithatë, një gjë dua ta përsëris, fjala e mençur e fqinjve tanë nga ana tjetër e Adriatikut që kanë parë shumë dhe kanë parë shumë përpara nesh, shumë çka që ne e shohim sot, që thot bebja nuk mund të hidhet kur poshtë bashkë me ujin e pist, duhet të na udhëheq në të gjithë këtë rrugë, ku durimi ynë duhet të jetë heroik, përballë gjithë llumit që na vjen nga të katër anët, lidhur me diçka për të cilën nuk kam asnjë dyshim. Historia do të mbaj mend vetëm një emër, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Do të mbaj mend vetëm një kohë, këtë kohë të reformës dhe të pavarësimit drejtësisë. Të gjitha të tjerat do t'i marrë era. Por në ndërkohë ne jemi në këtë kohë, ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë dhe duhet vazhdojmë të përballemi me llumin që vjen nga të katër anët drejt nesh, me gjithë farë akuzash dhe me gjithë farë shprehjesh të barbarisë që karakterizon një periudhë kur demokracia është ende
një qënje në formim e sipër dhe jo plotësisht e formuar. Në ndërkohë, tjetra që është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë ta komunikojmë me publikun, ta komunikojmë me njerëzit pasi nuk është një çështje teknike. Ne, e tha kryetari i Kuvendit në fjalën e tij, e ngritëm çështjen e antarësinë në Bashkimin Evropian në një çështje mesnesh dhe atyre që kishim nga mbrapa. Them nga mbrapa se ne përballë, siç edhe juve jeni në dieni, nuk kemi kënd. Ne përballë kemi vetëm të ardhmen dhe vetveten. Po me ata që kishim nga mbrapa dhe që pretendonin që do na kapnin këmbët dhe do na rrëzonin, ne vendosëm këtë vijë. Dhe tani është shumë e bukur se si është kthyer përmbys historia. Deri dje, ata dilnin kudo dhe thoshin, kjo është imagjinare, kjo s'ka përndodhur kurrë. Kjo është lojë e radhës, e Edi Ramës për t'ju treguar pasaportën evropiane dhe për t'ju shkëputur nga problemet reale. Dhe pa pritur, përpara disa javësh, u turën të gjithë nëpër ekranet dhe u hodhën të gjithë nëpër tenxhere, duke thënë sa po ishim te dera, na e prishën. Ne do më thënë. Sa po hym, na e hodhën erë. Madje, më ka bërë shumë përshtypje dhe është gjuna që ata njerëz që i ofrohen publikut si analist nuk merren me pagë, jo në të zezë, siç e marrin pjesën më të madhe të pagës, po me një pagë goxha të madhe në të gjitha emisionet humoristike. Se ata janë realisht humoristët më të jashtëzakonshëm që unë kam parë në të vend, pasi i thonë seriozisht gjitha ato që thonë. Edhe ka një shprehje që thotë budallai, nuk është ai që thotë budallëgje, por është ai që mendon se budallëgjet që thotë janë gjëra të mençura. I beson dhe vetë. Dhe ai thoshte, more, si është e mundur sot, pikërisht sot, që dera ishte e hapur dhe që të gjithë na prisnin që të hynim dhe të bëheshim antar të Bashkimit Evropian, këta bëjnë në parlament të kundërtën, ndërkohë që 10 prej tyre duhet çoheshin në këmbë edhe duhet thoshin po shkojmë të dorëzohemi vetë sepse do hymë në Bashkimin Evropian. Po, kjo përtej farsës ka nevojë të komunikohet. Ka nevojë të thuhet njerëzve e vërteta, e thjesht fare, që negociatat për antarësinë në Bashkimin Evropian nuk kanë ndalur për asnjë sekond. Të thuhet njerëzve e vërteta e thjesht që raporti i Komisionit Evropian për vendin antare është i shkëlqyer për Shqipërinë. Të thuhet njerëzve e vërteta e thjesht që duan apo s'duan ata që s'duan dhe kur mos daçin, ne negociatat me Bashkimin Evropian do t'i mbyllim brenda mandatit tonë. Dhe nuk ka mërgat kyqesh në Berlin që na ndalë ne në këtë proces. Nuk ka mërgat kyqesh në Bruksel që e ndalë Shqipërinë në këtë proces. Nuk ka më asnjë shans që ata që ja grabitën Shqipërisë gjën më të çmuar që është koha e një kombi të vazhdojnë të grabisin, në ndërkohë që janë
qindra njerëz të mobilizuar në administratën tonë publike që punojnë për ditë për çdo kapitull të negociatave dhe që marrin vetëm vlerësime pozitive. Në anën tjetër, në asamblenë e fillim mandatit, kemi folur për disa reforma të rëndësishme, për cilat duhet flasim me njerëzit. Në këtë proces që nisim nga sot dhe deri në fund të prillit. Dhe pastaj deri në fund qershorit që konsolidohet me përfundimin e të gjitha zgjedhjeve në Partinë Socialiste. Kemi folur për riorganizimin e Kuvendit të Shqipërisë. 10 legislatura kanë hyrë dhe kanë dalë në Kuvendin e Shqipërisë 1136 deputet. Nuk besoj se ka shqiptar që do thoshte na duhen më shumë deputet, po besoj që s'ka shqiptar që do thoshte na duhen më pak deputet. Dhe ne du ta zbresim numrin e deputetëve. Dhe besoj që për këtë ne jemi vonë, por prap kemi të gjithë kohën e nevojshme që t'i thrasim shqiptarët në referendum. Dhe prandaj ne duhet të çojmë përpara ligjin e munguar për referendumet. Se ka dhe tema të tjera që ma ha mendja mua, do të na vlejnë shumë që t'i vendosim përpara shqiptarëve dhe t'u lëmë shqiptarëve të thonë se kush është me kë dhe kush është për çfarë. Kështu që besoj që ligji i ri për referendumet është plotësisht i realizueshëm brenda këtij sesioni të legislaturës. Së dyti kemi folur për ligjin organik për funksionimin dhe organizimin e Kuvendit të Shqipërisë. Është i domosdoshëm edhe ai sepse Kuvendi i ka deputetët pa status. I ka të pa mjaftueshme burimet me të cilat funksionon. Dhe Kuvendi s'ka as shtëpi. Kemi thënë që duhet ta bëjmë Kuvendin me shtëpi. Kështu që të gjitha këto duhen bërë dhe duhen bërë tani. Mbase nuk është e mundur që shtëpia e re e Kuvendit të përfundojë brenda këtij mandati, por është plotësisht e domosdoshme që të fillojë pa kaluar ky mandat, madje pa kaluar gjysma e këtij mandati. Pastaj kemi vënë përpara nesh detyrën për të bërë një reformë administrative territoriale, e cila nuk mund të qëndrojë e mbyllur në guackën e një komisioni, por tani ka ardhur koha që të diskutohet. Dhe në radhë parë ta diskutojmë ne. Ta diskutojmë ne me njerëzit në territor. Sepse ka shumë nevojë Shqipëria për këtë reformë, por ka dhe shumë fjalë, shumë fantazira, shumë shpifje që kanë nisur të qarkullojnë dhe do vazhdojnë të shtohen për t'ju kundërvënë reformës. Në ndërkohë që ne e kemi të domosdoshme këtë reformë për 1001 arsye të cilat i duhen bërë me dije publikut. Po ashtu reformën zgjedhore kemi nisur nga puna, siç kemi nisur edhe për reformën territoriale, ashtu siç e thamë në krye të vitit të parë të mandatit, dhe duhet adresojmë me patjetër rekomandimet e OSBE-ODIR-it, por mbi të gjitha ne duhet ta bëjmë
depolitizimin e plot administratës zgjedhore, duan apo nuk duan ata që kur mos daqin, sepse është një nga pikat më të turpshme për një Shqipëri që bëhet gati të hyjë në Bashkimin Evropian. Dhe ndërkohë, mbase ka mbetur i vetmi vend në Europë me një administratë politike të komisioneve zgjedhore. Ashtu si kundër, duhet patjetër të bëjmë çmos që rezultati të dali më shpejt. Dhe besoj që duke bërë këto dy gjëra, do të japim përgjigje shumë shqetësimeve që krijohen artificialisht, pasi kur them artificialisht nuk janë për mungesë të vullnetit ton, dhe që pastaj zmadhohen botërisht. Kemi vendosur objektiv harmonizimin e ligjit për komisionet hetimore me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, për të reflektuar tek ligji të gjitha standardet vendosura nga vendimet e kushtetueses dhe duhet ta fusim në proces dhe duhet ta kalojmë atë ligj. E kemi kaluar. Aq më mirë akoma. Domethënë ky është një objektiv i realizuar. Aq më mirë akoma. Informimi dhe folëm për ngritjen e komisioneve parlamentare të reja, u ngritën komisionet parlamentare të reja. Dhe besoj që do të ndihmojnë që kuvendit funksionojë më mirë. Por është shumë e rëndësishme, sikur ka dalë edhe nga mbledhjet e grupit parlamentar, mbledhjet e zgjeruara të grupit parlamentar, që të rrisim në mënyrë të ndjeshme informimin dhe koordinimin e grupit ton parlamentar për të gjithë procesin e negociatave dhe bashkë me ecurinë dhe detyrat për të përmbushur të nxisim përcjelljen e gjithë këtij materiali në territor. Kur them gjithë këtij materiali nuk kam parasysh të mbushim njerëzit me letra ku shkruhen kapitujt. Kam parasysh që njerëzit duhet t'i mbajmë sa më të informuar, sepse e gjithë ky proces nuk është e përsëris një proces që zhvillohet pavarësisht nga jeta jonë e përditshme. Është një proces që lidhet me jetën tonë të përditshme. Një shembull. Bashkimi Evropian ka çuar një mision monitorimi të një sër pikash ku prodhohet dhe përpunohet qumshti apo mishi. Dhe rezultatet janë larg qenë rezultatet që na bëjnë ne një vend me cilin mund të mbyllet kapitulli për sigurinë ushqimore. Dhe për këtë ka nevojë për informim, ka nevojë për mirë kuptim në të gjitha dimensionet, gjë për cilën do të flas edhe në pjesën e dytë. Kemi nevojë të forcojmë kuvendin në aspektin e teknologjisë. Niko e ka marrë përsipër detyrën, por duhet ecim shpejt, sepse pavarësisht se sulmi kibernetik mbi kuvendin nuk bëri ndonjë dëm, gjithsesi fakti që kuvendi nuk është ende integruar me sistemin ton kombëtar të mbrojtjes kibernetike duhet adresuar menjëherë. Ndërkohë që ne, Shqipëria, përpara pak ditësh, u rreshtuam të 9-tët në indeksin global të sigurisë kibernetike, sepse realisht kemi krijuar një sistem mbrojtje nga më të mirët, duke shfrytzuar një teknologji shumë të avancuar dhe me partner të jashtëzakonshëm. Kemi domosdoshmërinë e madhe të kuptojmë që procesi është i lidhur me veprimtarinë tonë të përditshme edhe në aspektin e territorit. Është i lidhur me administratën,
është i lidhur me inspektoriate. Kemi ngritur një komision të etikës i cili ka filluar punën në drejtimin e Lindita Nikolës dhe në këtë fazë, në këto muaj, do duhet që të qëmtoj në të gjithë territorin së bashku me drejtuesit politik të gjitha ato fenomene të cilat ne duhet t'i luftojmë në gjirin e administratës dhe sidomos në nivelet drejtuese të administratës. Është shumë e rëndësishme sepse është e lidhur drejt për drejt me suksesin e negociatave. Ashtu si kundër është e lidhur drejt për drejt me suksesin e negociatave cilësia e inspektimeve dhe kalimi në një nivel krejt tjetër të të gjithë trupave të inspektimit në Republikën e Shqipërisë. Edhe për këtë do të flas në pjesën e dytë pak më shkoqur me ju. Në ndërkohë që gjërat nuk shkojnë mirë në shumë aspekte larg nesh ose edhe jo dhe aq larg, ka diçka që besoj unë shumë që kemi gjithë arsye të mendojmë që do të shkojë shumë mirë, që është turizmi. Dhe është e domosdoshme që të gjithë të jenë mobilizuar në këtë drejtim, në çdo pjesë territorit të Shqipërisë, sepse Shqipëria, siç e kemi parë vitet e fundit, nuk është turistike vetëm në bregun e detit, por është turistike kudo. Por në ndërkohë është po kaq e rëndësishme që të vendosim edhe më shumë në lëvizje vetveten për të mbushur sa të mundemi hendekun e krijuar mes shumë komunitetet të Tiranës dhe Bashkisë Tiranës si rezultat i boshllokut që të gjithë e dimë dhe nuk dua të zgjatem këtu me të. Në ndërkohë, zgjedhja vendore nuk kanë pjesëmarrje diasporës. Por ama zgjedhja vendore janë në momenti për t'i kthyer diasporës vëmendjen që meriton, me fakte, jo me takime, jo me festa që janë shumë të mira dhe të nevojshme, por me fakte. Dhe ka dy element që të gjithë i kanë në dispozicion. Paketa e maleve dhe linjat e kredis të Bankës Shqipërisë së bashku me burimet e tjera të financimit për të ndërtuar ndërmarrje përbashkëta bujqësore mes bashkive dhe komuniteteve, grupeve të interesit në fshat. Siç e kam thënë dhe herë tjetër, nuk do të ketë asnjë kandidat që do të marrë miratimin për të rikandiduar si kryetar bashkie pa 10 kontrata të firmosura në kuadrin e paketës maleve, 10, dhe pa 3 ndërmarrje të përbashkëta të miratuara. Sepse është e pamundur që kjo gjë të thuhet, të rithuhet, të stërthuhet dhe në ndërkohë reforma administrative territoriale t'i vendosi bashkive në qendër gjithë atë territor rural në dispozicion dhe i territor rural të vazhdojë të shikohet si territor punësh komunale nga bashkitë. Pastrim kanalesh, shumë mirë, e domosdoshme. Shtrim rrugësh, patjetër. Vendosje ndriçimi nuk diskutohet. Shërbime pastrimi sa më shumë. Por ama në ato territore, të gjitha këto të tjerat janë funksion i një jete që nuk zhvillohet duke shkuar në punë, po duke shkuar të punosh tokën. Dhe puna me tokën
nuk mund të mbetet e mbështetur vetëm nga mjetet financiare të vëna në dispozicion që janë mjete midis shtetit dhe individit. Puna me tokën do të mbështetur nga pushteti vendor. Me mbështetjen patjetër të strukturave qendrore, por është pushteti vendor ai i cili duhet t'i vërë gishtin të gjitha plagëve që kërkojnë shërim. Një zonë ku ka një komunitet që kërkon një pikë grumbullimi, është një plagë që kërkon shërim dhe duhet ngritur pika e grumbullimit papritur që kush do vi një sipërmarrës, por bashkarisht bashkia me ata njerëz që duan të grumbullojnë produktin, të cilët të jenë edhe aksionerë në atë sipërmarrje, dhe kjo nuk është një shpike. Kjo është diçka që mund ta gjeni në çdo realitet lokal, Matandetit, apo në anën tjetër të kufirit ton, kudo ku ka Bashkim Evropian, kudo ka realitetet të tilla. Kështu që ky është një kusht që të gjithë do ta mbajnë parasysh si një incentiv për t'i bërë këto gjëra nëse duan të rikandidojnë përsëri. Dhe në ndërkohë, ne po përgatisim një tjetër program që së shpejti do ta lançojmë, që quhet Dyfishon ndërmarrjen tënde, për t'i dhënë të gjithë shqiptarëve që kanë ngritur një ndërmarrje të vogël në territor, dhe ka plot të tillë. Dhe që tani janë gati të shkojnë më tutje, por ju mungojnë instrumentat financiar, mundësinë që t'i financojnë këto ndërmarrje, që t'i rrisin këto ndërmarrje. Dhe këtu, natyrisht, nuk kam parasysh ndërmarrjet bujqësore thjesht, kam parasysh të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në Shqipëri do të mbështeten nga ky instrument i ri financiar dhe do ta kenë qeverinë tonë mbrapa, dhe kjo është një tjetër rrugë për t'ju kthyer shqiptarëve që janë në diasporë dhe që morën pjesë në zgjedhjen rreth parë, por ata që s'morën pjesë se kanë skepticizmin e tyre, atë vëmendje që kanë nevojë. Je një shqiptar që jeton jashtë dhe ke në fshat një tokë eja, dhe mos dëgjo pallavrat e tenxhereve që thonë paketa e maleve është bërë për t'ia dhënë tokat oligarkëve, se e para nuk ka oligark në Shqipëri. Fjalën oligark e përdorin ata që janë larë nga trut me fjalën kulak, dhe për të dukur modern e quajnë oligark atë që ishte kulaku, se janë rritur me urrejtjen për kulakun dhe tani urrejtjen e projektojnë te oligarku. Oligark në Shqipëri nuk ka, se ka kuptim tjetër fjala. Por përtej kësaj, paketa e maleve është e kundërta. Paketa e maleve nuk jep asnjë mbështetje për investitorë që vinë nga jashtë territorit ku janë pronar me ligj ose me zakon të tjerët. Paketa e maleve është pikërisht për ata të tjerët, për ata që nuk i kanë titujt e pronësisë të certifikuara sepse nuk e ka pranuar 7501. 2020-a u bë për t'i ndihmuar, po prap ka shumë burokraci, sepse kërkon shumë njerëz që të bëhen bashkë. Ndërkohë që njerëzit janë njëri këtu, tjetri në Amerikë, tjetri në Angli e kështu me radhë. Kështu që mos i dëgjojnë këta, por nëse ka një tokë, kudo e paçin, ta vënë atë në funksionim duke investuar ato që kanë fituar. Dhe llogaria në fund, siç u del gjithë atyre që kanë ndjekur të rrugë, është shumë e thjeshtë. Nuk ka shans që duke punuar për dikë jashtë, kudo që t'jesh, në Gjermani, në Angli, në Greqi nuk diskutohet, në Itali nuk diskutohet, të fitosh më shumë se sa duke punuar për veten këtu, me paketën e maleve. Paketa e maleve është thjesht dhe vetëm për ata
që e kanë nga stërgjyshi atë cop toke në anë të diell. Pastaj duan ata të bashkohen me të tjerë, është zgjedhja e tyre. Dhe po njësoj është edhe programi dyfisho ndërmarrjen tënde. Për ata që nuk e kanë një tokë në fshat, po kanë një ndërmarrje të vogël këtu dhe duan ta shtojnë. Ose nuk e kanë, po duan ta ngrenë, duke qenë emigrant. Trendi i kthimeve ka nisur. Berati, prandaj zoti Demor nuk përqendrohet të bëj analiza se ku nuk kanë shkuar mirë gjërat, se gjërat në Berat kanë shkuar aq mirë sa që Berati është qyteti ku ka më shumë kthime se sa largime. Dhe jo sipas meje, po sipas studimeve të bashkuara pastaj nga një grup profesorësh të London School of Economics me nënkrye profesor Gjonçajn, në të gjitha pjesët e territorit trendet kanë filluar të lëvizin, sepse është shumë e qartë dhe shumë e thjeshtë. Shqipëria është gjithmonë e më e mirë për ata që duan të vënë në punë mendjen dhe duart e tyre. Shqipëria nuk është e mirë për ata që duan të jetojnë si antar shoqatash të molotovarëve. Por për të tjerët ka gjithmonë e më shumë diçka për të bërë në Shqipëri. Prefektët do të marrin një fuqi tjetër. Është bërë projekti dhe kështu ata në territor nuk do jenë më njerëzit që rrinë dhe firmosin vendimet e Këshillit Bashkiak, ose pastaj kur duan të gricen me kryetarin e bashkisë nuk i firmosin. Prefektët do të jenë 12 zëvendësministra të brendshëm në territor. Dhe do të jenë një mbështetje shumë e fortë e qeverisë dhe e komunitetit në funksion të gjitha atyre gjërave për të cilat bashkitë sot kanë nevojë. Po ashtu, ne po vazhdojmë të fuqizojmë emergjentat civile. Tani më jemi në gjendje të fillojmë të shtojmë flotën e zjarrfikseve duke i prodhuar zjarrfikset në Shqipëri, me kompaninë tonë publike të ngritur jo shumë kohë më parë. Një nga shembujt që ne nuk duam atë që ata që na akuzojnë edhe na baltosin për ditë thonë se duam, po ne duam që shteti të bëhet sa më shumë partner, garant dhe të përfitojë sa më shumë. Kështu që jo vetëm zjarrfikset, por të gjitha makinat e inspektimeve, pra që nuk janë vetura, po janë makina për shërbime ndryshme, ne do t'i prodhojmë në Shqipëri. Dhe jo në vitin 2035, por kemi filluar hap pas hapi të bëjmë porositë e para dhe të fillojmë t'i prodhojmë këtu. Në ndërkohë, zoti Demo ka angazhuar një fond i cili do t'i vijë në mbështetje të gjitha bashkive për emergjenta civile përsëri, duke ju vënë në dispozicion mjete të reja. Dhe së treti për emergjenta civile, sepse jemi afër një sezoni kur fillojnë zjarret, kemi po ashtu ndërtuar një strukturë ndryshe për mënyrën se si do përballohen pasojat, duke përfshirë brenda Agjencinë e Mbrojtjes Civile, e cila do të bashkëpunojë me Ministrinë e Bujqësisë apo me bashkitë për të bërë ndërhyrje të natyrës infrastrukturore. Të gjitha këto janë punë që po bëjmë, nuk dua të zgjatem me sektorët, nuk dua të flas për investimet e mëdha që po shkojnë drejt fillimit të zbatimit në turizëm, në infrastrukturë, por
dua të them që të gjitha këto do duhet të bëhen pjesë e narrativës së kësaj periudhe. Kështu që e thënë ndryshe, ne sot fillojmë një fushat të mirëfillt brenda Partisë Socialiste dhe për Partinë Socialiste në funksion të njerëzve dhe për gjitha ato qëllime që ndajmë me njerëzit. Në fund fare të kësaj pjese, duhet bëj 3 reflektime të para për shifrat që pam këtu. Së pari, është mirë që t'i mësojmë njerëzit me një fakt shumë thjeshtë. Në Shqipëri nuk marrin pjesë në zgjedhje 44%. Në Shqipëri nuk ka rënje të interesit për të votuar, siç thonë humoristët e tenxhereve që shfaqen si analistë në darkë dhe pastaj pas besnate marrin parat në zezë dhe shkojnë dhe duke pirë e duke ngrënë komentojnë të madh dhe të vogël. Jo. Në Shqipëri marrin pjesë 80% në zgjedhësve, sepse zgjedhësit janë ata që gjenden këtu, jo ata që gjenden në listë dhe janë diku tjetër. Dhe siç e pat dhe nga shifra që solli përfaqësuesi ynë, drejtuesi ynë politik për diasporën, në totalin e vet shifra shkon në 85%. Pra, ti harrojnë prallat. Nuk është kështu, është e kundërta. Njerëzit janë shumë të interesuar, shqiptarët janë lojtarët më të jashtëzakonshëm të sportit politikës. Çdo popull në këtë anë të botës ka më shumë trajnerë se çka popullat përkombëtare. Por shqiptarët kanë më shumë kryeministra se ç'kanë banorë në këtë territor. Dhe një pjesë e tyre janë kandidatë për mbretër. Kështu që prandaj janë kaq të stërvitur me politikën dhe kuptojnë kaq mirë kush është kush, sa këtë kemi kuptuar ne deri tani, shpresoj që të mos ta harrojmë dhe këtë nuk kanë kuptuar dhe s'po kuptojnë akoma ata që na ndjekin ne nga mbrapa. E dyta që kam është, unë e konsideroj të pafalshme për ne këtu, që shifra e grave në Partinë Socialiste të jetë 34%. Dhe është e vetmja gjë që nuk i fal prezantimit shumë domethënës që bëri sekretari i përgjithshëm, që e quajti sukses që u rritëm nga 26 në 34, ndërkohë që nëse ne jemi pushtet, ne jemi nga gratë, e kuptuan dhe ata në Dibër dhe e pak se si dhe burrat e Dibrës votuan bashkë me gratë. Pavarësisht se çfarë u tha, kur unë atyre u thash që kush nuk dëgjon gruan kur voton, është qyryk. Ata treguan që nuk janë. Ndërkohë ata të tjerët që i sulmuan dhe i thanë mos i dëgjoni gratë se ju quajti qyryk, thanë jo, se atëherë jemi qyryk. Kështu që ne du ta çojmë në 50%. Dhe kjo qohet shumë thjeshtë. Shumë thjeshtë. Duke mos e pranuar që nuk ka gra. Dhe duke i imponuar të njëjtin numër një organizate ku një burr i suksesshëm me vota nuk pranon që mund të ketë 50% gra. Duke ja vënë mu përballë 50% e grave në formën e një organizate tjetër. Ne nuk mund të kemi ambicje për të qenë ata që duhet jemi duke pasur 34% gra. Është e pamundur. Duhet ta kapërcejmë këtë shifër me çdo kusht dhe do ta kapërcejmë tani. Pa hyrë pastaj në diskutimin që kemi organizata ku megjithëse ne kemi thënë një grua, një burr, një djalë, një vajzë, kemi organizata ku ka vetëm një burr dhe nuk ka një bashkëkryetar. Kjo është e papranueshme fare. Duhet të mos e lejojmë. Dhe fundit shifër që kam përpara se të kalojmë pjesën e dytë është
pjesa e fundit e tabelës së klasifikimit në rezultatet e Partisë Socialiste. Tirana, Lezhë, Shkodra dhe Kuksi. Shkodra dhe Lezhë kanë bërë një hop të jashtëzakonshëm. Po të kemi parasysh nga e nisur. Tirana nuk mund të jetë në asnjë mënyrë aty. Arsyet janë të ndryshme, ka dhe një arsye të madhe objektive që ne e dim shumë mirë, po unë nuk dua t'i kthehem asaj sot, por ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhe ne duhet ta ngrejmë Tiranën më lart se sa mesi i atij klasifikimi. Me çdo kusht. Këto ishin ato që desha të them në këtë pjesë dhe duke falenderuar tani mediat për transmetimin, do duhet kaloja në disa reflektime të tjera.